U bën gati 5 vite që ish presidenti Hashim Thaçi jeton me mungesën e babait të tij, i cili vdiq mbrëmjen e së dielës pas një sëmundjeje të rëndë me të cilën po përballej. Edhe pse para disa ditësh, gjykata speciale në Hag ja lejoi vizitën ish presidentit Thaçi për të takuar babain e tij, pjesëmarrjen në ceremoninë e varrimit nuk ja lejoi. E mos prezenca e Thaçit në varrimin e babait të tij ka ngjallur reagime të shumta. Avokati i tij në gjykatën speciale në Hag, Luka Misetic, në një postim në platformën X, ka thënë se Thaçi ka bërë kërkesë për pjesëmarrje në varrim, por që specialja nuk e lejoi një gjë të tillë. Zoti Thaçi ka bërë kërkesë dje para orës 14 për të marrë pjesë në varrimin e sotëm. Zoti Thaçi nuk do të marrë pjesë në varrimin e sotëm, nuk do të kem asnjë koment të mëtejshëm për momentin. E lidhur me këtë, avokati Ardian Bajraktari tha se pjesëmarrja në varrimin e prindit është arsye humanitare, andaj sipas tij kjo ishte më e pakta që mund të bënte specialja për Thaçin. Moslimi i zotit Thaçi për me marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të prindit të tij, natyrisht që është një vendim arbitrar dhe si i tillë është në shpërputhje me dispozitat ligjore, fillimisht rregullore në procedurës dhe të provave, por më tepër është në kundërshtim edhe me praktikën e vetë gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në raste të tilla. Prandaj, një shkelje e tillë është e paprecedente dhe është e papranueshme nga ana e dhomave të specializuara. Ndryshe, gjatë së martës, mira qytetarë e fytyra të njohura publike e politike kanë bërë homazhe për ndër të veprimtarisë së Haxhi Thaçit, si dhe lamtumirën e fundit i ia dhanë në varrezat e fshatit Buroj të Skënderajt.